Ekonomia rurale dhe blegtoria janë të ndërlidhura ngushtë, duke formuar bazën e sigurisë ushqimore, punësimit dhe zhvillimit të zonave jashtë qyteteve. Astrid Xhangoli është një banor nga fshati Soviano Maliq, i cili vijon të merret me blegtori, duke siguruar të ardhurat të kënaqshme. Ai na tregon se me blegtori dikur merrej i ati dhe ja trashëgoi si zanat. Prej 30 vitesh më mirë. Me këto merrshe i mat, tani merremi ne. Me baktit imta vetëm. Me baktit e imta. Sa krerë keni aktualisht? 360 krerë. Xhangoli thot se dikur mbashtonin rreth 600 krerë të imta, por mungesa e fuqisë punëtore për t'i nxjerrë delet në kullot ka bërë që ta reduktojë këtë numër. Ai ka përzgjedhur 2 raca, ata autoktone dhe një tjetër racë të marrë në shteti Mshi në Greqi. Kërkesë në treg ka, thot ai, sidomos për mish. Kemi pasur punëtor, po nuk gjejmë dot më. E ndjejmë shumë mungesën e punëtorëve. I kemi mbajtur vetëm vetë si familje. Kur kishim punëtore dhe ishte këto me miçomim në Lënie. Tani i mbajmë këtu. Në zonën tonë. Pjesën tjetër më pas i mbani të mbyllura. Të mbyllura me regjim stallor. Ka kërkesa në treg? Ka kërkesa. Vinë dhe blenë? Ka pasur kërkesë për shqera. Edhe ka. Shqera rreth 500-600 krerë në vit. Qofse do kemi mundësi do vazhdojmë akoma. Po për të rinë, nëse duan, a mund ta ngrenë, po themi, ekonominë në një vend të tillë? Sigurisht që e ngrenë. E ngrenë. Do t'ja trashëgoni fëmijëve tuaj? Nëse dëshirojmë, pse jo. Qarku i Korçës është një vend blegtoral ku ka rreth 250 ferma që mbashtojnë mbi 100 krerë bakti të imta.